Çmimet e larta të qirave të apartamenteve po largojnë familjet e reja nga kryeqyteti. Vetëm në fillim të muajit korrik çmimi mesatar i apartamenteve me qira në Tiranë arriti 721 euro në muaj. Revista Monitor ka përpiluar të dhënat që pasqyrojnë se me këtë nivel të çmimit të qiras, e llogaritur me pagën mesatare mujore bruto, një individ duhet të shpenzojë 77% të ardhurave të tij mujore bruto ose 97% të ardhurave neto për përballimin e kostos së strehimit, përfshirë shpenzimet e tjera për produktet e shportës ushqimore, transport, energji e tjerë. Përballimi i qiras për strehimin po kthehet në mision të pamundur për shumë familje shqiptare të shtresës së mesme. Mos përballimi i kostos së qiras po krijon një tendencë të re, sidomos tek familjet e reja, që po zgjedhin si alternativë banimi qytetet afër kryeqytetit, teksa vijojnë të punojnë në Tiranë. Kjo situatë po detyron familjet, kryesisht të reja, të largohen nga Tirana për shkak të çmimeve të larta. Tendenca konfirmohet edhe nga ekspertët e tregut të pasurive të palujshme. Sipas tyre, kosto e banimit është faktori kryesor që po ndryshon hartën e zgjedhjeve të banimit për një pjesë të qytetarëve që punojnë në Tiranë. Por edhe pse udhëtimi i përditshëm drejt kryeqytetit dhe trafiku mbeten një tjetër sfidë, shumë familje po e konsiderojnë këtë si një kompromis të pranueshëm përballë kursimit që u sjell qiraja më e ulët.